Miq të dashur të Prives, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitare. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorët tanë, ata janë Vala Forgjin dhe Golden Eagle. Tani vazhdojmë tutje me rubrikën tonë të përjashme, se çka ka të vërtetë dhe të pavërtetë për artistët shqiptar, e kuptojmë në vazhdim. Gold AG, duet me Greta Koqen. Ky informacion është i vërtetë. Reperi Gold AG është duke punuar intensivisht me projekte të reja, e dy nga ato do t'jenë në bashkëpunim. Tashmë është bërë e ditur se ai është bërë bashkë me këngëtarin Sabri Fezullahu për një këngë me temë mërgimin, e po ashtu para saj vije me një duet me një këngëtare. Goldi është bërë bashkë me Greta Koqen për të sjellë projektin Mas Miri, që është shkruar nga reperi e muzika është punuar nga Gramos Kozeli. Kënga do të vizualizohet edhe me klip nga Max Production, ndërsa në nëntor do të vije edhe me 2 ose 3 këngë të tjera patriotike. Eliza Dushku rikthehet në seriale. Lajmi është i vërtetë. Aktoria Eliza Dushku ka qenë një ndër emrat më të lakuara në median shqiptare këtë kohë. E gjithë kjo për shkak se ajo ka publikuar një fotografi nga martesa e vëllait të saj me një mashkull tjetër. Reagimet jo të mira nga populli shqiptar bëri që Dushku ta largoj foton nga llogaria e saj në Instagram. Po përpoq që i dedikohet shumë familjes, Dushku prioritet ka punën. Pas disa angazhimeve në projekte filmike, ajo kthehet në seriale. Eliza është bërë pjesë e një seriali që do të publikohet në vitin 2016 dhe mban emrin Benshi. Anulohet Tigri i Ronelës. Ky informacion është jo i vërtetë. Këngëtarja Ronela Hayati ka gjetë verën që ka paralajmëruar projektin e saj më të ri, Tiger. Kjo këngë është punuar nga menaxhmenti i ri i saj e madje është realizuar edhe videoklipi. Mirë po pavarësisht që ka kohë që është finalizuar si projekt, akoma nuk ka marrë dritën e gjelbërt për lançim. Sipas informacioneve, shtyrja është bërë për shkak të disa impenjime të tjera të këngëtares dhe produksionit, por që shumë shpejt do të jetë publikuar në YouTube.